ka thënë shqiptarëve dhe botës se çfarë është procesi elektoral në Shqipëri. Këtu mos të ketë kush asnjë iluzion se ato konkluzione kanë qenë politike. Jo, ato kanë qenë bazuara dhe certifikuara tashmë nga forume politike ndërkombëtare. Ndaj dhe le durojmë për të përfunduar dhe numërimin e votës së fundit. Atëherë, Partia Demokratike do të bëjë të gjithë vlerësimet e saj. Partia Demokratike të gjithë vlerësimin e saj do ta bëjë. Kësaj here, ju që pyesni, keni shumë të thjeshtë. Mjafton të lexoni kriteret. Qofse bëhen 710.000 dhuratë për votë, qofse mbillen 10.000 hektar kanabis për votë, në qofse punësohen 10.000 punojës për votë, në qofse, siç e pat vetë, dhe më falni se duhet bëj një falënderim të përzemërt gazetarëve për raportimet e shkëlqyera që kanë bërë dhe sakrificat që kanë bërë, në qofse ju pat qendrat e votimit të rrethuara nga patronazhistët të katerantë dhe zyrat ilegale të Partisë Socialiste të ngritura pranë qendrave të votimit, ju në qofse pat faljen 2 net para të rreth 150 milion euro gjoba të mbi 170.000 qytetarëve, atëherë emrin zgjedhjeve ja u vini vetë, po unë nuk jam këtu për këtë sot, se këto i kemi thënë ne, unë sot jam për të bërë thirrje qytetarëve të numërojnë çdo votë. Ne të tregojmë përgjegjësi para atyre që kanë votuar duke numëruar çdo votë. Dhe ky është qëndrimi sot. Urdhëroni edhe një herë. Asnjëri para këtij procesi nuk mund të bëjë automatik. Nuk mund të bëjë atë se këto nuk kanë ndodhur. Ju jeni dëshmitar që s'mund të hedhë, sepse këto që thash unë janë 4 prej tyre janë me vendime zyrtare qeverie, janë publike, nuk janë private. Apo së shu, ka kritere për zgjedhjet, janë shkelur në mënyrën më të pamëshirë. Përveç xhabaftat, pojat, suelçela e tjerë të cilët nuk ka asgjë këtu të fshehtë. Pra, në këto kushte nuk ka njeri që mund të vënë dyshim. Këto që themi ne, por unë sot jam këtu për të kërkuar nga strukturat e Partisë Demokratike, pavarësisht nga çdo gjë, duhet është në detyrimin tonë të numërojmë çdo votë. Urdhëroni?